nuk ka pas një asistencë të tillë as nga Shqipëria, as nga Kosova. Unë nuk dua t'i mohoj ftesat apo vizitat e ambasadorëve ndër vite që kanë kaluar në Preshevë dhe Bujanovac, shpeshherë duke anashkaluar Medvegjën apo ndonjë vizite presidentëve në njërën prej këtyre komunave, por ato nuk janë substanciale, janë thjesht vizita për aparencë, pra nuk kanë treguar, nuk kanë dëshmuar asgjë, nuk kanë iniciuar një asistencë të vazhdueshme e cila për shembull do të njihej qoftë në kulturë, qoftë në aspektin ekonomik, apo edhe në mbrojtjen diplomatike, në kuptimin e mbrojtjes së drejtave tona në arenën ndërkombëtare, haptas për shembull pse të mos ftohen konferenca ndërkombëtare në OKB apo në për këto organizata të rrezat e ndryshme në Bruksel. Aty janë duke u pasivizuar adresat pamëshirshëm, sidomos në Medvegj. Pra nuk janë pranuar dokumentat e studentëve të ri, cilët mbarojnë shkollën, studimet e larta e kryen në Kosovë dhe si pasojë nuk mund të rigjenerojmë kuadrot, cilat po plakën me kohë dhe nuk kemi mundësi t'i zëvendësojmë ato. Pra problemet janë të shumta dhe shteti shqiptar i din këto, nuk është se nuk i din. Por kur e them se ky lajm i hapjes së një ambasade e një konsullate shqiptare në jug të Serbisë do bënte lajm në rast se do ishte një piknisje e një asistence të vazhdueshme për popullin shqiptar, është pikërisht kjo që mendoj. Pra Shqipëria duhet të kujdeset dhe kjo duhet ta materializojë të drejtën që ka për të kujdesur, pra dhe ta dëshmojë në praktikë dhe mos bëhet mos të lejojnë të kalojnë gjërat në mëshirën e vullnetit të Serbisë, sepse është e paimagjinueshme që ne të mbijetojmë atë nëse mbaremi nga vullneti i shtetit ku jetojmë. Dhe për këtë mendoj se të gjithë e dinë, pra nuk është tani nevoja që ti specifikojmë problemet. Ne aty ka pas edhe luftë, me thonë pas luftës në Kosovë. Para luftës në Kosovë dhe gjatë kohës kur ishte Jugosllavia, ne kemi shpallur edhe referendum për bashkangjitje me Kosovën në rast se do vinte deri te shpërbërja e Jugosllavisë, gjë që edhe ka ndodhur. Pra gjitha janë një varg ngjarjesh historike, në kështu kronologjike në gjatë historisë që kanë ndodhur dhe kanë dëshmuar vazhdimisht se ne nuk ndjehemi mirë aty. Por kjo nuk na ka bërë që ne të dorëzohemi dhe sot kur ne duhet që të ndihemi edhe më të sigurt, ne sot po e psojmë më lehtë, pra edhe më keq se dikur. Kjo është ajo çfarë nuk do duhej të ndodhte. E qartë, dhe vazhdojnë shqiptarët atje që të vuajnë përsëri të njëjtat probleme, si ndër vite, nuk mund shumë pak janë për të numëruar me gishtat e dorës sipas të raportimeve të gazetarëve atje, shqiptarët në radhët e policisë, shqiptarët në radhët e gjyqësorit, shqiptarët në radhët e bluzave të bardha, kështu që shpresojmë që me praninë të paktën edhe institucionale të shtetit shqiptar atje, gjithmonë ose do të ketë një dakordsi, shqiptarët të kenë më shumë zë së pari. Aty duhet krijohet një fond garancie i cili do mundson startupeve, bizneseve të reja që të kenë qasje në financa dhe duhet involvuar shtetin serb, sepse çfarëdo zhvillimi ekonomik që mund të bëhet nesër, për mendimin tim është i pa evitueshëm, për ndryshe nuk mund të mbijetojnë shqiptarët atje. Çfarëdo zhvillimi ekonomik që do bëhet, Serbia do përfitojë më shumë sepse taksat do paguhen në Serbi. Pra edhe nëse Shqipëria na ndihmon apo Kosova apo Bashkia Ndërkombëtare, ne do paguajmë taksat në Serbi. Dhe hapi i parë që duhet ndërmarrë në një tërheqje ndërkombëtare, kthimin e adresave pa asnjë kusht, hapjen e një pike doganore të Medvegjës me Kosovën, siç e ka Presheva dhe Bujanovaci, dhe prezentimin e një plani zhvillimor. Plan zhvillimor ku Serbia në këtë moment nuk është të inkasuar theme më shumë se duhet të ndodhë 5 apo 10 viteve tashme, të lejoj që për 10 vite mos të paguhen taksa aty, dhe kjo do ishte kontributi i Serbisë, nuk kërkohet më shumë. Kosova dhe Shqipëria duhet të garantojnë me fondet që marrin prej garancive të Bashkisë Evropiane, bankat të cilat do të financojnë projektet dhe
tu hapet derë bizneseve treja në mënyrë që të filloj një zhvillim i konsoliduar ekonomik dhe deri tani çfarë thash, nuk ka shpenzuar asgjë Serbia, as Kosova, as Shqipëria. Shqipëria dhe Kosova do shpenzonin nëse fillon të jetësohet kjo ide, ky projekt, nëse do të stimulonin bizneset shqiptare dhe kosovare që t'i blejnë produktet e shqiptarëve në Serbi për një afat 5 vjeçar apo 10 vjeçar, me një nuk di unë çfarë tashtit, sepse tarifa doganore nuk është se i di shumë përmenç, por nëse për shembull paguhet një 3% apo 10% në një produkt caktuar, të letohen apo të lirohen bizneset shqiptare për këtyre taksave në mënyrë që të stimulohet konsolidimi i bizneseve në Serbi. Shqiptarët mund të asistohen edhe nga gjithë bota, por prodhimet e tyre nuk do shiten asnjëherë në Serbi, sepse politika serbe e ka helmuar popullin e vet me fobi, do me thonë ndaj shqiptarëve. Dhe kjo çfarëdo plani ekonomik që mund të zhvillohet aty nuk mund të llogaritet në tregun e mbrëmshëm, sepse për situatën, për arsyen që e thash, pra duhet të studiohen prodhimet cilat mund të plasohen në tregjet jashtme apo në tregun ton kombëtar. E qartë. Zoti Saliut, falenderoj shumë për kohën që ishe me ne për të ndarë opinionin tënd mbi këtë çështje dhe çfarë mund të bëhet më shumë edhe më mirë edhe për këtë pjesë të shqiptarëve që jetojnë në jug të Serbisë. E sigurt është që gjuha edhe zyrtarëve të Serbisë do të gërsohet edhe pak me hyrjen e vendit në fushat zgjedhore, tonet nacionaliste do të rriten. Shpresojmë që për shqiptarët e luginës Preshevës të flitet me zë më të fortë edhe nga Tirana. Falenderoj shumë. Faleminderit ju për ftesën. Ju përshëndes.